Kalemi tashmë tek një ngjarje e orëve të fundit dhe që ka të bëjë me helmimin e studentëve të akademisë, ngjarje ripërsëritur. Vetëm pak javë më parë kemi qenë në studio edhe kemi diskutuar pikërisht këtë çështje për pasigurinë që kanë studentët e akademisë në atë çfarë ata konsumojnë si ushqim. Është ripërsëritur, do të kemi më shumë informacion tashmë nga gazetari ynë Esido Barkaj për të na treguar pikë së pari se si është edhe gjendja e studentëve, ndonë u thasë janë jashtë rrezikut për jetën dhe janë duke marrë edhe trajtim në spital. Esido, mirëmëngjes. Esido. Mirëmëngjes Brigena dhe Flori, në fakt ashtu siç e thatë dhe ju, brenda një muaji, për pa kaluar një muaj, shënohet skandali i dytë të radhës, i kësaj here më i madh sa i takon Akademisë së Sigurisë, helmimit të studentëve pra efektiveve të ardhshëm të policisë së shtetit, pikërisht nga kompania Sorial, kompania e cila ka një kontratë prej 3 vitesh paktën, referuar dokumentave të firmosura nga të dyja palët, sa i takon ofrimit të shërbimeve me catering të ushqimeve 3 vakteve për studentët e akademisë, por dhe për pedagogët, të cilët të ushtrojnë detyrën e tyre pranë Akademisë së Sigurisë të Policisë së Shtetit. Megjithatë ende nuk kemi një përgjigje zyrtare ose le të themi një reagim zyrtar nga autoriteti i kontrollit ushqimor, të paktën burime bëjnë me dije se janë marrë mostrat për analist nga drejtoria rajonale e AKU-s dhe pritet që ditën e sotme të paktën të kemi një reagim zyrtar nga AKU. Sërish në fokus të hetimeve është kompania Sorial, të njëjtat burime bëjnë me dije që tashme të dyja procedimet janë bashkuar bashkë dhe do të hetohen nga Prokuria e Tiranës sa i takon këtij skandali. Skandali i dytë pra i shënuar ditën e djeshme, i bërë publik ditën e djeshme ka përmasa më të mëdha. Kemi 60 studentë të cilët janë dyshuar, të paktën janë dërguar në spital si të dyshuara me helmim. Herën e parë të paktën përpara një muaji, pra në muajin maj kishim 58 studentë, duke që situata është e njëjtë sa i takon ofrimeve të ushqimeve me përmbajtje e sherakolit, të paktën siç rezultuan analizat e para në skandalin e parë dhe stafilokok të tipit B. Megjithatë, sa i takon skandalit të dytë, pritet një reagim zyrtar nga institucionet për të përcaktuar dhe shkakun e vërtetë, nëse të kemi të bëjmë me helmim apo jo. Megjithatë, Prokuria e Tiranës dhe Policia e Shtetit janë fokusuar pikërisht te kompania private Sorial, e cila është në administrimin e Alma Tafanit, ish bashkëshortja Nikolin Jakës, ky i fundit i cili ka marrë për shumë vite pozicionin si kreu i dhomës së tregtisë. Është një kompani Sorial e cila prej vitesh në fakt operon në subjektet private, duke ofruar shërbime të catering, shërbime pra catering të ushqimeve të 3 vakteve, jo vetëm në Akademinë e Sigurisë, por edhe në institucione të tjera shëndetësore. Megjithatë, Sorial duket se ka pikpyetje të mëdha sa i takon cilësisë të shërbimeve të cilet ajo ofron. Pra brenda një muaji ne kemi 2 herë skandale tek Akademia e Sigurisë. Herën e parë ishin 58 studentë të cilët u dërguan menjëherë në spitalin infektiv të qendrës spitalore Nën Tereza në Tiranë, ku mjekët vetë pohuan se kemi të bëjmë me një helmim, ndërkohë rasti i dytë është ende në hetim për të përcaktuar shkaqet nëse kemi të bëjmë me helmim apo jo. Ky është një rast i përsëritur sikundër thethe ti, megjithatë kanë ndryshime rasti nga rasti. Nëse referohemi atij të parit, të paktën nga hetimet rezultoi që studentët ishin helmuar nga makaronat e kontaminuara, korrigjon nëse kam gabim. Ndërsa dhe nuk ka pasur një reagim nga kompania, kurse këtë herë duket që gjërat kanë ndryshuar dhe kompania ka mbajtur një qendrim apo jo, duke deklaruar që nuk ka kushte higjieno-sanitare në vendet ku studentët konsumojnë ushqimin, madje që nuk lajnë as duart përpara se ta konsumojnë. Sa qëndrojnë këto, le të themi, pretendime? A janë, le të themi, deklarata që ka bërë vetë kompania? Po, Flori, ditën e djeshme në fakt kompania private Sorial pati edhe një reagim publik në lidhje me skandalin e dytë dhe herën e parë reagoi ku ftoi të gjithë institucionet për të zbardhur shkaqet e vërtet të kësaj ngjarje të rënd, para referohemi situatës së krijuar në muajin maj, skandalit ku helmuan 58 studentë. Sa i takon rastit të dytë, pra, ditës e djeshme, Sorial reagoi duke ngritur gishtin e akuzës pikërisht tek institucioni i Akademisë së Sigurisë, duke thënë që brenda që në momentin që shënuar skandali i parë është ndjekur me vëmendje të veçantë nga vetë stafi Sorial sa i takon ofrimi i shërbimeve të ushqimeve catering për të 3 vaktet për studentët e akademisë. Sorial pretendon që brenda institucionit të Akademisë së Sigurisë janë futur dhe ushqime të marra nga jashtë. Megjithatë, kjo ngelet për të provuar nëse të 60 studentët të cilët pra janë helmuar, dyshohet që janë helmuar, kanë konsumuar apo jo ushqim nga jashtë institucionit. Kjo në fakt është një, le të themi, paksa më e pabesueshme për grupin hetimor, sepse mund të rastisë 1 ose 2 ose 3 studentë pra mund të konsumojnë
konsumojnë ushqime jashtë institucionit, për shkak sepse është ndaluar të futet ushqim brenda institucionit për nga subjektet e tjera ose nga bizneset e cilet janë në afërsitë e Akademisë së Sigurisë, por vetëm duhet të konsumojnë ushqime të ofruara sipas kontratës që Akademia e Sigurisë ka me Sorial. Megjithatë, kjo ngelet për të verifikuar. Një pretendim tjetër pikërisht nga kompania private ishte që kursantët e Akademisë së Sigurisë nuk kanë larë duart në momentin që ata kanë konsumuar vaktin e tyre ushqimor, duke pretenduar që mund të jetë pikërisht pra kontaminimi i duarve të palara që mund të ketë sjellë helmimin e tyre. Kjo ngelet për të verifikuar, kuptohet nga grupi hetimor, nëse kemi të bëjmë një helmim nga palarja duarve ose një helmim pra nga ushqimet e kontaminuara, siç rezultoi dhe herën e parë, të paktën në bazë analizave zyrtare të në përfundim që nxori dhe vet AKU. Por në momentin e sidoj që një kompani rezulton se ka shkaktuar këtë helmim, si mund të vazhdojë të jetë në punë dhe të ushqej këta studentë, le të themi? Po, Brikena, atë do thoja, në fakt herën e parë kur u helmuan 58 studentë AKU u duk sikur mori masa drastike ndaj kompanisë private, masat e cilet u zbehen menjëherë pas një jave pas publikimit të këtij skandali, masat e cilat ishin pra le të themi pezulldimi i aktivitetit dhe i ofrimeve të shërbimeve catering të ushqimeve brenda Akademisë së Sigurisë, por me pas ju kthye licenca subjektit privat dhe u gjobit me 1.5 milion lekë sa i takon analizave zyrtare në përfundim që u nxorin nga ISUV dhe nga AKU, ku vërtetuan që nga mostrat e marra vetëm njëra rezultoi ku kishte kontaminim pra me Escherichia coli dhe Staphylococcus të llojit B. Megjithatë, deri ditën e sotme që flasim, studentët kanë vazhduar të marrin ofrimin e shërbimeve catering nga Sorial, duke që historia është përsëritur për herë të dytë nëpër masa më të mëdha, 2 studentë më shumë të helmuar. Fillimisht ishin 31 studentë të cilët u dërguan menjëherë në QSUT për në repartin infektiv, por me pas u dërguan dhe 29 të tjerë për shkak të komplikacioneve që patën të dyshuara nga helmimi i ushqimit. Kjo ngelet për të vërtetuar pikërisht nga stafi mjekësor, por dhe nga analizat në përfundim të AKU. Sa i takon pastaj le të themi licencës dhe si është mundur që një kompani e cila dyshohet që nuk ofron le të themi kushte të duhura për ofrimin e shërbimeve catering, kjo është një përgjigje që duhet na japin pikërisht institucionet, pikërisht autoriteti kontrollit ushqimor, por edhe institucionet e tjera, sa i takon inspektoriatit të përgjithshëm, se si mundet një kompani pra private cila operon për vitesh dhe është përfshirë disa herë në skandalet e tilla, të paktën brenda muajit 2 herë rezultoi tek një njëjtë institucion duke helmuar studentët e akademisë. Në total pra janë afro mbi 100 studentë ku brenda një muaji pra janë helmuar nga ushqimet e ofruara nga Sorial. Sa i takon pretendimeve të kompanisë private, po. Për ta përmbyllur ndoshta a vazhdon të jetë ende në kërkim administratori kësaj kompanie nëse nuk gaboj? Ndjes Flori dhe njerë? A vazhdon të mbetet ende në kërkim, pra në momentin që ndodhi le të themi helmimi i parë, rezultoi të ishte shpallur në kërkim administratori kësaj kompanie, apo jo? Administratorja në fakt Alma Tafani u shpall në kërkim nga komisariati numër 1 në lidhje me skandalin e parë me helmimin e 58 studentëve, por disa ditë pasi le të themi gjërat morën rrjedhjen dhe u dolën përgjigje zyrtare nga AKU, kuptohej që ajo u paraqit vetë në prokurori dhe jo në polici për të dhënë dëshminë e saj dhe u procedua në gjendje të lirë nga organi i hetimit. Këtë herë nuk dihet nëse Alma Tafani ende pra është shpallur në kërkim apo jo, megjithatë janë 2 procedime të bashkuara bashkë nga prokuroria e Tiranës, pasi bëhet fjalë për të njëjtin subjekt, për të njëjtin institucion viktim e shërbimeve të ofruara nga Sorial. Në reagimin e saj ditën e djeshme kompania pretendon që nuk janë kushtet higjieno-sanitare për të konsumuar ushqim brenda Akademisë së Sigurisë, megjithatë Akademia e Sigurisë nuk përgatit asnjë lloj ushqimi për kursantët e saj, thjesht ka një dhomë ngrënie, një sallë të madhe ngrënie ku vetëm konsumohet ushqimi, janë salla të rikonstruktuara kohët e fundit, nuk gatuhet në këto ambiente, vetëm konsumohet ushqimi i ardhur i gatshëm pra le të themi nga kompania Sorial. Megjithatë këto pretendime të kompanisë patjetër që do të merren parasysh nga grupi hetimor, por ngelet për të parë se sa të vërteta janë, pasi deri në këto momente hetimet janë përqendruar pikërisht tek Alma Tafani, zonja administratore e cila pra ka nën administrim kompaninë Sorial. Ishte shumë shtëruese Sido. Faleminderit shumë për gjitha informacionet. Faleminderit juve. Faleminderit Sido. Mirë, shkëputemi për publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.